ditët e fundit, Perëndia shfaqet në botë, jep mësimet e tij, themelon Sionin dhe i thërret të gjithë njerëzit të hyjnë në Sion pa vonesë. Ekziston një arsye dhe një qëllim specifik pse ai e bën këtë. Për çfarë arsye dhe qëllimi u rindërtua Sioni? Në Psalmin kapitulli 133, vargu i pari, thuhet: Ja, sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezërit të banojnë bashkë në unitet. Është si vaji i çmuar i shpërndar mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aaronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. Është si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje, domethënë në Sion, Zoti ka vënë bekimin. Çfarë? Jetën në përjetësi. Kur do të përmbushet profecia e Psalmit kapitulli 133, ekziston një parakusht për të marrë bekimin e përjetësisë. Duhet të jenë Perëndia, falja e mëkateve dhe rivendosja e festave. Vetëm atëherë mund të jepet jeta e përjetshme në një vend të tillë. A nuk është kjo e vërtetë? Atëherë, ku shkojnë ata që marrin bekimin e jetës së përjetshme? A nuk është mbretëria e përjetshme e qiellit që e premtoi Perëndia? Sot, ne po ndjekim gjurmët e profecive të tilla. Perëndia ka vendosur për ne shkallën e shpëtimit dhe tani ne po i ngjitemi shkallës hap pas hapi drejt mbretërisë së qiellit sipas profecive. Nëse Perëndia nuk do të kishte ardhur në këtë tokë, Sioni nuk do të ishte ngritur përsëri. Nëse Sioni nuk do të ishte rindërtuar, ne nuk do të kishim mundur të përcaktonim drejtimin e duhur të shpëtimit ton. Ne nuk do të dinim asgjë, çfarë qëllimi duhet të vendosim, ku banon Perëndia dhe kur Perëndia do të vinte në këtë tokë për herë të dytë në mish. Pa i ditur këto gjëra, do të ishim të humbur, duke endur pa qëllim. Megjithatë, sipas Biblës, Perëndia themeloi Sionin. Pra, çfarë na mësojnë profetët dhe Bibla? Kur Perëndia na mëson udhët e tij në ditët e fundit, ne duhet t'i pranojmë ato dhe t'i vëmë në praktikë. Atëherë, bekimet e faljes së mëkateve dhe të jetës së përjetshme do të na jepen. Gjithashtu, Perëndia do të na udhëheqë drejt lavdisë në mbretërinë e qiellit, ku do të mbretërojmë përjetësisht, siç është shkruar në Zbulesën kapitulli 22. Këto janë dëshmitë e profetëve në 66 librat e Biblës. Kur mendojmë për hirin që na ka dhënë Perëndia, duhet të pyesim veten, a nuk duhet që kjo rrugë e besimit që po ecim të jetë plot falënderime? Nëse ai nuk do të kishte ardhur, ne do të ishim asgjë. Është Perëndia që na hap veshët për të dëgjuar dhe syt për të parë. A nuk është Perëndia ai që na jep zemrën për të kuptuar? Edhe një herë i jap lavdi dhe falënderime të përjetshme Perëndisë Elohim që na udhëzon dhe na thërret në Sionin që është rindërtuar.